Studentët e Departamentit të Drejtësisë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali ngren për herë të dytë flamurin e kampionit në Tiranë. Një tjetër dëshmi se rinia dhe studentët e Vlorës janë gati të marrin pjesë në vendimarrje dhe të udhëheqin me ide, plot energji, mendime kritike dhe vendosmëri. Studentët e Universitetit të Vlorës fituan çmimin e parë në Unidebat, një platformë kombëtare që synon fuqizimin e studentëve përmes debatit struktural. Vajzat e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali u vlerësuan edhe nga Ministria e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi. Ministria priti vajzat në një takim të veçantë me vajzat e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, fitueset e konkursit Unidebat, konkursi debatit universitar i organizuar për herë të parë. Fuqia e të rinjve nis me fjalën, vazhdon me ndryshimin, shpreh Ministria gjatë takimit. Studentët fituese të konkursit kombëtar të debatit Unidebat, organizuar nga Liburnetik dhe mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinis, u pritën këtë të premte edhe nga rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj. Sipas Saliajt, këto vajza i bëjnë Universitetit Ismail Qemali një promovim të jashtëzakonshëm. Studentët e Ismail Qemalit ka qenë fitues. Këtu kemi ekipin fitues të atij debati. Jo më larg se para një muaji, studentët tanë, një grup tjetër studentësh, një skuadër tjetër debati, ka fituar prapë vendin e parë në një konkurs kombëtar dhe mbarkombëtar, sepse ka pasur dhe universitete rajonal dhe universitete nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, universitete shqiptare. Kemi studente të shkëlqyera, janë ambasadoret më të mira të brendit Universiteti Ismail Qemali, ambasadoret më të mira të Univlorës, promovojnë veten e tyre, i hapin vetes së tyre mundësira të shkëlqyera për karrierën e të ardhmes, por promovojnë gjithashtu dhe produktin e jashtëzakonshëm që ky universitet nxjerr. Në mënyrë të përsëritur gjatë këtij viti, studentët e juridikut, grupet e studentëve të debatit i treguan gjithë kombit, gjithë Republikës, gjithë universiteteve të tjera sa i shkëlqyer është produkti akademik që arrin të nxjerrë Universiteti i Vlorës. Vajza, shumë faleminderit, ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese. E di që kjo që keni fituar u ka hapur juve një rrugë të jashtëzakonshme për karrierën e të ardhmes, por automatikisht na keni bërë një shërbim shumë të madh edhe gjithë universitetit dhe komunitetit të Vlorës me këtë emër që keni lënë me veprën tuaj. Keni ndryshuar imazhin e Vlorës, imazhin e vlonjatëve dhe keni treguar potencialin e asaj çfarë mund të bëni. Profesore asociuar Unida Mehmetaj foli më shumë rreth këtij konkursi dhe këtij suksesi të radhës, ku studentët e Universitetit të Vlorës u shfaqën shkëlqyeshëm. Kemi marrë pjesë në Unidebat, si vjet ishte edicioni i parë i këtij konkursi. Faktikisht ishte një konkurs që zhvillohej ndërmjet gjitha fakulteteve publike dhe private në Shqipëri, duke përfshirë Gjirokastrën, Shkodrën, Durrësin, Elbasanin, Vlorën dhe Tiranën padyshim. Temat ishin të ndërthurura, pra kishte të bënte edhe për ekonominë dhe për drejtësinë dhe tema për rinin, pra ishin një ndërthurje. Studentët tona të shkëlqyera, të cilat me shumë krenari arritën që të mbrojnë tematikat që u paraqiteshin, madje triumfi jon ishte sepse vajzave ju ura 2 herë e njëjta temë dhe në rastin e parë kundër Gjirokastrës i ra pro dhe në të fundit i ra kundër. Pra arritën që të fitojnë në të dyja situatat, në të dyja debatet. Përballjet. Në raundin e parë mundëm Gjirokastrën, shumë fuqishëm, pra vajzat me argumenta, me elokuencë, me koherencën e tyre arritën që të mundin dhe të mbrojnë më së miri argumenta. Triumfi i tyre ishte prezantimi i fakteve, studimeve, çështjeve e meradh, ndërsa në rastin e fundit kur ne ishim në gjysmën finale ishim me Shkodrën dhe në finale ishim me TBU-n me Tirana Business University. Dhe vajzat tonë arritën që të fitojnë. Ky suksesi i dytë, ne para disa javësh arritëm që të fitojmë një tjetër kompeticion shumë të rëndësishëm. Ai ishte histori në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, kishte të bënte me 16 universitete dhe drejtësia arriti që të dilte shkëlqyer. Tashmë kur shkojmë në Tiranë që konkurrojmë, po thonë erdhi Vlora. Do thonë erdhën studentët e Vlorës dhe këta janë shumë të fortë. Konkursi Unidebat angazhoi rreth 160 të rinj të moshës 18-26 vjeç nga 8 universitetet të Shqipërisë. Përmes kësaj platforme kombëtare, të rinjt janë fuqizuar me mendimin kritik, komunikim të strukturuar dhe përfshirje aktive në debatet që zhvillojnë shoqërinë.
Studentët fituese të Universitetit të Vlorës shpreh mjaft të kënaqura për këtë sukses. Unë jam Blarina Canaj, studente në vitin e 5 në Fakultetin e Drejtësisë. Unë dua të them që jam jashtëzakonisht shumë emocionuar për këtë triumf. Ishte një triumf i pritur nga ana ime, nga ana e stafit dhe nga ana e grupit, por jo i pritur më kot, i pritur sepse ishte rezultat i një përgatitjeje disa javore. Unë mendoj që pika jonë e fortë si grup dhe si departament është koherenca, është vërtetësia dhe saktësia e informacionit që ne e sollëm në formë të argumenteve përballë kundërshtarëve tanë. Të gjitha këta komponent, duke përfshirë edhe elokuencën, na bën që ne të dilnim fituese. Dua të falenderoj padyshim profesorën Jonida Mehmetajin, do të falenderoj padyshim rektoren Aurela Saliaj dhe të gjithë pjesëtarët e stafit të universitetit dhe të departamentit ton, sepse ne jemi produkti i tyre. Fitoria jo nuk është vetëm e jona, nuk është personale as e grupit, është fitore për të gjithë universitetin dhe është krenari për të gjithë Vlorën. Unë jam Fatime Hoda, jam studente në departamentin e drejtësisë. Në këtë konkurs sigurisht që nuk ishim vetëm, ishim si një grup dhe dua ta falenderoj shumë grupin për bashkëpunimin. Sigurisht saktësia dhe elokuenca ishin ato që ishin pika jonë e fortë dhe dua të falenderoj universitetin për mundësinë që më dha dhe jam shumë e lumtur. Unë jam Paula Kaplanaj, studente në vitin e 3 tek departamenti i drejtësisë. Jemi shumë të lumtura që arritëm të fitonim. Ishte një grup shumë i strukturuar, kishim një bashkëpunim shumë të madh me gocat dhe duke qenë se arritëm të dilnim dhe fituese, kemi një emocion shumë të madh dhe jemi shumë të lumtura për këtë gjë. Unë jam Klea Hoxha, jam studente në vitin e parë në departamentin e drejtësisë. Mund të them vetëm kaq si fillim. Ka qenë hyrja më e mirë e një viti të gjatë, e disa viteve të gjata që më presin. Një fitore më se e merituar, një fitore që jemi përgatitur shumë fort, kemi qenë një grup mjaft i mirë, kemi pasur profesore Jonide në krye që na ka udhëhequr për çdo problematik, për çfarë do lloj gjëje jemi drejtuar asaj dhe gjithmonë na është gjendur pranë. Falenderoj Universitetin Ismail Qemali që na ka dhënë një mundësi të tillë që ne si studente të vitit parë kemi mundësinë të marrim pjesë në një konkurs të tillë që është një gjë e madhe. Në krye rektoria Aurela Saliaj, një falënderim edhe për organizatën, ishte një eksperiencë e paharrueshme. Të rinjt treguan se tashmë u përket atyre ku fuqia e argumentit është arma e fortë për të zhvilluar shoqërinë dhe të ardhmen. Vetëm pak kohë më parë, studentet e departamentit të drejtësisë në Universitetin e Vlorës u shpallën fituese edhe në gjyqin stimulues të konkursit kombëtar universitar në fushën e drejtësisë.